Të javë në kronikën e Rregull të Librit në Mirëmëngjesi Kosovë në Televizionin Publik të Kosovës, të dashur lexues. E nisim me farsat historike serbe, shqiptarët ardhacak, Serbia hynore, shpërngulja e madhe serbe 1690 nga Fadil Kajtazi. Kajtazi është i njohur autor në skenën tonë letrare, autor i shumë librave mbi sigurinë, spionazhin dhe analizat politike, na e sjell një libër me karakter të fortë, polemik dhe historik, që provokon debat dhe reflektim. Ai është i vlefshëm për lexuesit që interesohen për historinë e marrëdhënieve shqiptaro-serbe, propagandën politike dhe mënyrën se si historia përdoret për qëllime ideologjike. Ky është libri Farsat historike serbe. Ja, tek e keni. I studim interesant, po shumë serioz. Për këtë periudhën që po flasim për nguljen e madhe serbe të vitit 1690, Serbia hynore është i quajtur, pa shqiptarët ardhacak, imagjinojeni. Në aspektin tematik, libri ndalet tek mitet rreth Kosovës dhe Serbisë qiellore, futur në thojza, manipulimi i figurave historike dhe fetare, propaganda shtetërore dhe kishtare serbe, pastrimi etnik dhe justifikimi ideologjik i dhunës ndaj shqiptarëve, si dhe përdorimi politik i historisë në Ballkan. Vërtet interesant, në çmimin prej 13 eurosh e gjeni në librari. Për të vazhduar me doktor Isuf Bajramin, kujdesi paliativ në urgjencën paraspitalore, për të ndryshuar komplet ritëm dhe zhanër nga historia për të kaluar në mjeksi, por ne këtë automjetin e shohim shumë shpesh rrugëve. Do t'ja lirojmë rrugën në mënyrë që të ketë përparësi dhe të shkoj sa më parë në spital, sepse dikush aty brenda sigurisht ka nevojë për ndihmë sa më të shpejtë. Libri trajton aspektet thelbësore të kujdesit paliativ të ofruar në urgjencën paraspitalore, duke synuar të përmirësojë cilësinë e jetës së pacientëve me sëmundje të avancuara përmes një qasjeje humane, profesionale dhe të bazuar në prova, vlerësimi shpejt dhe komunikim efektiv, menaxhimi i simptomave në trajtimin në terren, mbështetje psikologjike dhe shpirtërore, etikë vendimare dhe bashkëpunim multidisiplinar dhe transport me kujdes mjekësor në spital. Është ky pra kujdesi paliativ në urgjencën paraspitalore nga doktor Isuf Bajrami. Librin e keni edhe me statistika, edhe me fotografi, edhe me gjëra që ju duhen. Kështu që merreni. Është interesant për ditur secili nga ne ka nevojë të di së paku për ndihmën e parë. Kush e di me çka na përball jeta? Prandaj është tepër e rëndësishme të dim ta japim atë ndihmën e parë. Drejtori. Të gjithë në luftë për të bërë drejtor. Në të gjitha sektorët. Drejtori. Fjalë që dëgjojmë shpesh. Është romani i parë i të vetmes trilogji për klimën në botë. Nga ombra janë botimet. Ana Filomena Amaral është roman interesant. Kjo është autorja, e cila është autore më shumë se 15 veprave në prozë dhe studime historike. Vepra e saj e fundit, Kushtuar Afrikës, e botuar në 2024, është një thirrje letrare dhe ndërgjegjësim për t'u dhënë zë të gjithë atyre që janë të shtypur nga shfrytëzimi kolonial. A ka mundësi që dy njerëz me qëllime të kundërta ta shpëtojnë vallë planetin që po vdes? Një pyetje $200 milion. Ky roman është një eksplorim i thellë mbi sjelljen e njerëzve ndaj natyrës. Është Gill, Armina dhe Henry, të tre personazhe kryesor. Gilli, që është një njeri egoist dhe jetur për pushtet, mund të sakrifikojë edhe mbështetim të ngushtë për të arritur ambicet e tij si drejtor, edhe pse institucionit që drejton ka performancë shumë të dobët. Henry, i rritur jetim në një shkollë fetare, me një talent të jashtëzakonshëm dhe i prirur për të dhënë zgjidhje serioze problemeve madhore, e dashuron natyrën dhe është personi që i është saktuar të bëjë vlerësimin dhe një raport mbi ecurinë e punëve në mënyrën që drejton Gilli. Ai sistemohet për të jetuar në një fshat peshkatarësh ku bëhet edhe shpëtimtari Arminës, ndërsa Armina është një vajzë shumë e bukur që ka ardhur në jetë nga dy prindër që kanë emigruar nga Armenia. Por çfarë ndodh mes tyre? Përmes këtyre tre personazheve, autorja e përfshin në mënyrë aktive dhe lexuesin nëpërmjet ngjarjeve dhe pyetjeve madhore, nga ajo ngredhe do duhet patjetër që secila të marrë një përgjigje për planetin ton. Po vdes, pra planeti po vdes. Ky është një roman që krahas linjës së bukur të dashurisë të vë përballë shumë intrigave në botën tonë, ku duhet të mendojmë seriozisht për planetin Tokë. Kështu që romani Drejtori, i botuar kohë më parë dhe më pas i ribotuar, gjen një histori tepër interesante dhe nxit lexuesin për ta lexuar. Ashtu si edhe tek epi Gilgameshit, pavdeksia është tema qendrore. Ja tek jemi me Drejtori roman.
Njerëz të tepërpunuar. Pse konsumojmë produkte që nuk janë ushqime të shëndetshme dhe pse mund të heqim? Në fakt pse nuk mund të heqim dorë prej tyre? Gjithçka që është ndaluar thonë që është më e kërkuar. Gjithçka që është e pashëndetshme të tërheqë më shumë sepse kanë shije. Kanë shije, por s'janë të shëndetshme. Më ndryshoi bot kuptimi për ushqimin, thot Steven Bartlett, plot me qaste unë kur se kam ditur këtë. Është Henny Fry që thot. Tërësisht bindës është libri, Chris Evans thot kështu për librin, Chris Van Tulleken vjen me njerëz të tepërpunuar, libri më i shitur i Sunday Times. Bashkohuni me Chris në udhëtimin e tij në botën e shkencës së ushqimit dhe dietën e ushqimeve ultra të përpunuara. Kjo lidhet me atë librin e mëparshëm të drejtori ku planeti Tokë është në plan të parë dhe çfarë po bëjmë ne me këtë gjë, domethënë. Ju e dini që plastika është një gjë që e dëmton shumë planetin përveç tjerash, patjetër. Zbuloni se përse ushtrimet fizike dhe forca e vullnetit nuk mund të na shpëtoj. Si ndikojnë në të vërtetë UUP-t për trupin, shëndetin, fëmijët dhe planetin ton. Nëse në jetën tuaj do të lexoni vetëm një libër mbi dietën dhe ushqimin, ky është libri i duhur. Ky libër do të turproj politikanët dhe do të trondit industrinë ushqimore që udhëhiqet nga fitimi. Financial Times ka thënë kështu për këtë libër. Profesor Green thot, informacioni që ofrohet në këtë libër është i jashtëzakonshëm. Adam Rutherford thot, kur jepet një zbërthim i plot, inteligjent dhe shkencor i ushqimit të ndyrë që konsumojmë dhe arsyet pse. Provokues dhe revoltues është libri, kështu thot Chris Packham, dhe Charlotte Church thot, ky libër ka ndryshuar plotësisht zakonet e mia të ushqyerit. Sa duhet patur kujdes në mënyrën se si ushqemi ne, çfarë po ham, kjo është çështja. Sepse ajo çfarë ham edhe jemi, uvi bën punë të mirë, por gjithsesi duhet të kihet shumë kujdes, të lexojmë gjithë ato përbërës që janë aty, të lexojmë prejardhjen, të shikojmë datat e skadencës dhe mos të blejmë veç sa për të konsumuar, por të blejmë për të ushqyer edhe për të jetuar nga ushqimi i shëndetshëm. Njerëz të tepërpunuar, bota po vuan sot nga njerëzit e tepërpunuar dhe nga ushqimet e tepërpunuara, kështu që aman, kujdes, sepse ajo çfarë ham edhe jemi, siç edhe e tham. Një libër kutizë e vogël për bebet e bukura, pamjet me kontrast të tekstuar, mbështesin zhvillimin e trurit të foshnjës. Në fakt, ky cikël botim është i përgatitur me kontraste ngjyrash, është një koleksion fantastik për fëmijën tënd. Hajde e hapim edhe e shohim se për çfarë bëhet fjalë. Koha e ushqimit, koha e gjumit, koha e lojës, koha e veshjes, koha e detit, koha e banjës, libra fantastik për fëmijët e vegjël 60 plus. 60 plus? Më duket se 3 plus duhet të jetë normalisht kjo, po nejse. 6 libra me kontraste ngjyrash, shikoni. Edhe mësojmë, edhe njohim ngjyrat, edhe njohim objektet, edhe njohim gjërat. Koha e qershive tani, koha e gjumit, ja shikni. Çfarë na duhet të kohën e gjumit? E të tjera si këto. Jam rritur, por mbeten fëmijë në shpirt. Më kënaqin këto gjërat për fëmijë, interesant. Jam rritur, mendoj se jam rritur, nuk jam rritur shumë. Deri diku. Apo jo visar, apo ho. Jam rritur deri diku. Jam rritur deri diku. Aman, uroj shumë që asnjërit mos na vdes ai fëmiu që kemi për brenda, sepse ai na bën njerëz më të mirë, më të vyer në jetë. Kështu që bleni, lexoni, shijoni sa më shumë të vegjëlit tuaj, sepse keni kalon kjo kohë shpejt. Kalon kjo kohë dhe ata arritën. Kështu që merreni këtë libër, Bota e bebes, jepjani të voglit tuaj, të voglës tuaj të ëmbël, edhe shihni se pastaj ajo do të flejë më qetë patjetër. Njerëz të tepërpunuar, drejtori, kujdesi paliativ dhe farsat historike serbe kanë qenë librat që unë dhe operatori im Visar Saliu përzgjodhëm këtë javë për ju. Faleminderit nga Libraria Artini, mirupafshim javës së vjen.